zoti Agron Gjekmarkaj 3 pyetje, zoti Ivi Kaso 4 pyetje, zoti Eno Bozdo 4 pyetje, zonja Jorida Tabaku 5 pyetje, zoti Arjan Doja 4 pyetje, zonja Greta Bardeli 4 pyetje, zoti Agron Shehaj 1 pyetje. Zoti Çela, ju lutem vijoni me përgjigjet e pyetjeve dhe më pas pasi të bëhet prezantimi i pyetjeve, do të kalojmë në periudhën në kohën e debatit, kur fillimisht, siç është rënë dakord, do ta marrin fjalët deputetët që kanë adresuar pyetje, nëse kanë dëshirë të flasin dhe të komentojnë për pyetjen 2 minuta secili prej tyre. Më pas vazhdon koha e debatit siç është rënë dakord. Nëse fillojmë edhe ndërpresim këtë proces me procedurë, nuk mbarojmë dot. Kemi rënë dakord që do të ecim kështu. Nëse ka vetëm një procedurë në emër të grupit, dakord, zoti Berisha në emër të grupit, një procedurë. Tani, ftoj çdo deputet në këtë sallë të hap kushtetutën. Dhe nëse lexoni kushtetutën, ai zotëri nuk ka në absolute asnjë tagër në kushtetut për ato që i thonin rezolut. Se çfarë ndodh këtu? E kanë zhvesh nga çdo lloj kompetence, kemi të vërtet dhe thrasin sikur të ishte me kushtetutën e vjetër. Ju lexuat një rezolut me një sëri nenesh, duke shtruar kërkesa të cilat kushtetuta dhe ligji s'ja njeh asnjë ati. Prandaj dhe pse e ngrita këtë? Jo, ai nuk ka përgjegjësi, ai ka në parlament për të referuar. Po pse e ngrita këtë? Për shkallën e lartë të papërgjegjshmërisë që dëshmohet. S'ka asnjë lidhje me parlamentin. S'ka asnjë fuqi mbi prokurorët se ja ka KLP-ja. Është, sipas këtij libri, është përfaqësues në marrëdhënie ndërkombëtare i shtetit shqiptar si prokuror. Kaq. Ai mos bëjmë gjëra të tilla. Bëjmë gjëra të tilla. I keni heqë çdo kompetencë, edhe tani lexoni një rezolut e cila në fakt është një nekrologji, jo për personin, po për prokurorin e përgjithshëm. Për reformën. Kjo është e vërteta, unë s'kam ndonjë të paktën mos zotëri, kur vini në parlament, kur zgjidhi, lexojeni kushtetutën. Lexojeni se do t'u ndihmoj. Faleminderit, zoti prokuror i përgjithshëm, ju lutem vijoni me përgjigjet e pyetjeve. Atëherë po nis me sipas rendit që më keni dhënë, pyetja e parë e zotit Agron Gjekmarkaj. Po lexoj vetëm pyetjen. OSBE ODIR thekson se u përdor administrata publike për fushat dhe ndaj asaj u bë presion nga partia në pushtet. Në dijenin time ky është krim elektoral, i parashikohet si vepër penale nga Kodi Penal, janë shtuar këto vepra në vitin 2017. 10 vëzhgusto OSBE ODIR e pan këtë, po prokurorët e Republikës dihet gjithë pse nuk e pan këtë dhe pse nuk ushtruan ndjekje penale si kushtetuta e ngarkon si përgjegjësi. Çfarë bëri apo bën organi prokurorisë për të ndëshkuar përdorimin e burimeve njerëzore të administratës publike nga partia në pushtet në zgjedhje? Po, sa i përket krimeve zgjedhore, në fakt janë marrë disa masa, në fakt kjo është çështja e vitit 2025, megjithatë me që shpyetja unë do të bëj një prezantim të përgjithshëm të punës që u bë gjatë këtij viti zgjedhor.
Nga ana e prokurorisë përgjithshme, u ndërmorën hapa në drejtim të forcimit të koordinimit institucional me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, me prokurorinë e posaçme dhe me Policinë e Shtetit, në mënyrë për të pasur një qasje të koordinuar, qoftë në drejtim të masave institucionale për ato ndërinstitucionale, për të rritur efikasitetin tonë në aspektin e hetimit të krimit elektoral. Në vijim të kësaj marrëveshje bashkëpunimi, nga ana jonë u organizua puna dhe brenda sistemit prokurorisë, u ngritën grupe seksionet të posaçme për periudhën zgjedhore, me prokuror të dedikuar për hetimin e krimit zgjedhor me qëllim që këta prokuror në punën e tyre prioritet të kishin kryesisht hetimin e krimit e këtij krimi. Pra këto ishin masat në pikpamje themi administrative të cilat u morën dhe me qëllim për të forcuar kapacitetet tona në drejtim të performancës, rritjes performancës së hetimit të këtyre krimeve. Tani janë një sër çështjesh penale për cilat ka filluar hetimi, ku edhe për veprën penale për cilën ju referoni, është neni 328A i kodit penal, nga të dhënat statistikore të vitit 2025, rezulton se nga prokurorit e jurisdiksionit përgjithshëm janë disa çështje penale, nuk mund ta them sot numrin e saktë të tyre, por me sa kam parë janë tërësi të shpërndarë në të gjithë territorin e Republikës, që lidhen me përdorimin e administratës publike apo qoftë edhe me përdorimin e fondeve publike në fushatën zgjedhore. Këto janë në vijim hetimet për to dhe rezultati hetimeve mbetet për të parë në vijim të këtij viti apo në vitin tjetër. Më duhet të theksoj se kontrolli në pikpamje të cilësisë së hetimit mbi këtë çështje realizohet nga pushteti gjyqësor. Janë gjyqtarë të cilët do të vlerësojnë si rastet cilat hetimet janë të paplota, si në rastet kur çështja është për të pushuar apo ka nevojë për të kryer hetime tjera apo për të dërguar çështjet në gjykim. Të paktën sipas kuadrit ligjor në fuqi. Nga ana jonë janë bërë të gjitha përpjekjet me qëllim që të vëmë dispozicion prokurorëve të gjitha instrumentat e nevojshëm për të pasur mundësinë për të kryer detyrën e tyre. Pyetja e dytë lidhet me OSB-u dir flet edhe për rrjetin e patronazhimit, i cili nuk është asgjë tjetër veç gjurmimit të qytetarëve, identifikimit problemeve të tyre që kërkojnë zgjidhje nga shteti dhe oferimi i zgjidhjes në këmbim të votës për Partinë Socialiste. Pra përdorimi i shtetit për vota, zakonisht, madje sipas të dhënave që janë publike, vetë patronazhistët janë punonjës të administratës publike. Funksionon kështu, nëse e keni dëgjuar dhe dëgjoni për herë të parë, qytetari ka nevojë për leje legalizimi, i shkon patronazhistit drejtor dhe i thotë ka nevojë për leje, ne ta japim lejen nëse ti na jep votën. Sipas të dhënave tuaj nga viti 2017 deri më sot, që kjo është vepër penale, prokuroria e jurisdiksionit përgjithshëm ka ushtruar ndjekjen penale për një patronazhist, bie ndesh me ligjin dhe standardet ndërkombëtare, thot Odiri, që përdor shtetin për vota. Pse nuk ka ndodhur kjo dhe a ka dështuar sistemi i prokurorisë për të përmbushur përgjegjësinë për ndëshkimin e krimeve zgjedhore? Ajo që ju përshkruani, unë thash përgjigjen dhe tek pyetja e parë, pra përdorimi i administratës publike në fushatë zgjedhore është objekt i hetimeve që kanë nisur nga disa nga prokurorit, paktën referuar të dhënave statistikore që ne kemi, është ajo që na përcillet nga prokurorit e rrethave gjyqësore, neni 328A, duket që në disa nga rrethet, disa prokurori kanë nisur hetime. Tani rezultati mbetet për të parë se cili do të jetë nga këto hetime. Sërish dhe pyetja e tretë lidhet me përdorimin e burimeve shtetërore, i referoni një rasti në Elbasan, në Belsh, dhe gjithmonë duke lidhur me periudhën nga kjo veprimtari konsiderohet pra nga 2017 deri tani, a keni ushtruar ju ndjekjen penale për këtë krim elektoral? A ka një shpjegim juridik, shkencor, logjik, pse shtrimi një rrugë për efekte elektorale për bën vepër penale në Belsh, po nuk për bën vepër penale në Tiranë, në Fier, në Lezhë, në Shkodër, a kudo tjetër? Mos i keni shpallur këto territore jashtë jurisdiksionit tuaj. Tani mundet që rasti Belshit jetë bërë më mediatik, sepse ka pasur edhe masa që janë marrë ndaj personave të përfshirë. Sa i përket rasteve të tjera, të dhëna statistikore të nisura nga prokurorit, neni 328A rezulton që të ketë nisur hetime disa nga prokurorit, mbetet edhe këtu të vlerësojmë pastaj në fund se cila do të jetë në fund rezultati i hetimeve që lidhen me këto çështje. Pak këto kisha nga tre pyetjet.